Janë orët e para të mëngjesit dhe ne ndodhemi me grupin e xhirimit në shkollën 9 vjeçare publike Muçodelo, ku janë të vendosura 3 qendra votimi. Ato janë 44-59, 44-59-1 dhe 44-59-2. Ndërkohë që sipas një të themi monitorimi të shkurtër, edhe pse ora është rreth 8:20, numri është shumë i pakët i votuesve. Ndërkohë që në këto 3 qendra, zgjedhësit janë në qendrën e parë janë 784 votues, në të dytën 951 zgjedhës dhe në të tretën 770 është numri i zgjedhësve që janë thirrur sot për të votuar për një nga kandidatët, kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini, kandidati i mbështetur nga Partia Demokratike Ervin Sota dhe kandidati që është i opozitës por që nuk mbështetet nga opozita Gjergj Nika.